Jo, nuk presa që me të faktin që s'ka pas në lëvizje, po shpresu që ka me kondryshe sot. E kemi obligim, si deputet. Të gjithë e kanë obligim me ardhë. Dhe kjo është habitshme që apo ndodhë të ashtë së muaj. Në tanë, me u gjellë e me kërku me bo vendin tanë më mirë, me bo gjithat fushat, e me garu ku shumë a patriot. E kush e shërben ma shumë vende, me arë momenti me të zgjedhë popli, me të anë besimin, nësë me konë gjendje më ullë me grupet politike, e me ndërtu qeveri, e parlamentet, e institucione, në kohën kur bota është razuar, me gjitha ato probleme ekonomike, politike. Për 3 muaj kam qenë njeri më i sulmuar në vend, se kam kërkuar gjën më normale që do të kërkoj një politikan më ullë me bisedu me kolegët tu. Bota armisht bisedoj njëri me tjetrin. Ne në ditën e parë ja kemi ofru votat, e keni përcjellë intervistën time. Në ditën e parë, nëse do 3 votat e mia, e keni të gatshëm. Jo duhet partneritet, duhet marrëveshje. Urdhënë atë ulin ndërtoni marrëveshje dhe nuk është problemi tonë. Le të ulin të partitë të mëdha, le të ndërtojnë marrëveshje, ne kemi të gatshëm.